Arbër Hoxha po kalon një nga momentet më të mira të karrierës së tij. Ansori i sulmit kuqezi po luan rregullisht me Dinamon e Zagrebit, duke shënuar dhe duke dhënë asist, por në ndeshjen e fundit futbollisti posoi një dëmtim që shqetësoi jo pak stafin e kombëtares kur na ndajnë disa ditë nga grumbullimi për ndeshjen ndaj Serbisë. Megjithatë, ka qenë vetë lojtari ai i cili nëpërmjet një interviste të dhënë për 24 sata ka theksuar se rikuperohet që për ndeshjen e së njëjtës atë ndaj Maccabi Tel Avivit, që ekipi i tij luan në Europa League. Mos u bëni merak, unë do të jem gati për Maccabit të njëjtën dhe nuk jam ankuar asnjëherë, as kur nuk po luaja. Kovačević më ka besuar që në ditën e parë këtu. Jam shumë i gëzuar, më në fund gjithçka po shpërblehet, që kur erdha te Dinamo unë jam stërvitur në maksimum, kam besuar te vetja ime dhe nuk jam ankuar asnjëherë. Unë thjesht po prisja shansin tim, besoj se tani ka ardhur momenti im, tha ansori i sulmit i cili regjistron 2 gola dhe 2 asist në 3 ndeshjet e fundit që ka luajtur me Dinamon e Zagrebit.